Remëzimi iftari i dënuar me 10 vjet burg për aksidentin e Llaskarcës si përgjegjës transporti, sot është dashur të paraqitet në burg, megjithatë gjykata ja ka shtyr për 30 ditë me rekomandim të mjekëve përgjegjës të Spitalit të Tetovës, ku miftari është shtrirë për një intervenim mjekësor. Miftari, akt referues për të shkuar në burg, ka marrë për herë të parë më 14 maj, megjithatë deri më tani e ka shtyr, gjithashtu për arsye shëndetësore. Në po të njëjtën datë, akt referues për mbajtjen e dënimit me burg, gjithashtu prej 10 vjetësh, ka marrë edhe i dënuari Durmish Beluli, pronari i kompanisë Dur Motors. Megjithatë, edhe gjykata e Gosivarit javën e kaluar për të katërtën herë ia shtyu mbajtjen e dënimit, gjithashtu për arsye shëndetësore, respektivisht një intervenim kirurgjikal, pas vizitës që i bëri gjykatësi për zbatimin e sanksioneve në spital. Ndërkohë ende nuk ka filluar me mbajtjen e dënimit me burg prej 5 vjetësh edhe kontrollori teknik Jane Babarovski, i cili gjithashtu për arsye shëndetësore ka kërkuar shtyrje. Nga gjykata penale e Shkupit thonë se këto ditë do të vendosin ndaj ankesës së Babarovskit lidhur me vendimin e gjykatësit që urdhëron të shkojë në mbajtjen e dënimit. Nga ana tjetër, prej më 6 qershor ka filluar me mbajtjen e dënimit shoferi i autobusit Manoil Trifunovski, i dënuar me 14 vjet burg, udhëheqësi i kontrollit teknik Igor Gjorgjijevski, i dënuar me 7 vjet burg, dhe kontrollori teknik Goran Dukovski, gjithashtu i dënuar me 7 vjet burg. Për aksidentin e Llaskarcës, në të cilin humbën jetën 16 persona dhe 30 të tjerë u lënduan, procesi gjyqësor në shkallë të parë zgjati 6 vjet, ndërsa në maj të vitit 2025 gjykata e apelit rriti dënimin për 4 të dënuar. Sipas aktgjykimit, autobusi i aksidentuar ka qenë teknikisht i parregullt, ndërsa të gjithë të akuzuarit nuk i kanë respektuar detyrimet ligjore për sigurinë e udhëtarëve.